O, që është interesant tek njerëzit, nga mosdia, nga ignoranca, shpesh më ka rastis me dëgju fjalë dhe komente në rrjetet sociale. Kjo domethënë është ofertë prej Allahut, domethënë për ta fali, po tregon mëshirë. Sigur nuk dënë me pranu këtë ofertë, edhe shpesh e përmenin po be, ti bani 100 këshia, po ti fal ka Zoti, apo. Kundër kësaj janë, kundër falës Zotit. Sigur më dosh më thënë mos më falë Zot. Janë dy situata që kanë herë do thotë e para është ignoranca e tyre mbi Zotin dhe mbi veten e tyre. Mendojnë veten superiore dhe nuk mund me pranu faktin se ai është i mangët dhe është i dobët dhe është e natyrshme ai me gabu. Sikur ka treguar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu domethënë për nga natyra e tij është mëkatar. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu ben adam khata, çdo njeriu është gabimtar, më i mirë është ai që pendohet. Edhe ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu nga mangësitë e tija e ka shprehim u kthy mëkatit herë pas here. Domthonë e themi këtu në gjuhën e shkupit elshanguma atë. Po. Elshanguma herë pas here. Mirpo, secili njeri që në momentin që përjeton këtë dobësi e kupton madhninë e Zotit dhe kthehet atij ai shpëton. Pendohet, kërkon falje, do thotë i lutet domethënë me dënes, i lutet me qarje. Madhnisë së tij subhanahu wa taala për këtë mangësi që e ka pas, e sigurisht që Allahu ka më fal. E dyta është, do thotë, shembulli i keq i të penduarve që e japin. Kemi në rastin që njerëzit aktrojnë pendimin, improvizojnë pendimin. Dhe ata nuk i brengos se si është raporti i tyre i mbrëmshëm, privat, personal me Zotin, sa është të njerëzit si duket. Edhe andaj na vazhdimisht insistojmë me tregu ajo që duhet me qenë dominante në jetën e besimtarëve, gjithëve atyve që flasin për fenë, edhe atyve që mundohen me jetu me fe, dhe atyre që thrasin në fe, dhe atyre që mësojnë për fe, se feja është sinqeritet. Sidomos me Allahun e Madhreshëm. Edhe nëse na mungon sinqeriteti, kush do koftë? Do thotë aktrimi, improvizimi është gjëja më e keqe që e shoqëron një njeri. Edhe fatkeqësisht do thotë kur bëhet feja trend, njerëzit merren me fen jo pse janë të bindur, se të më qenë besimtar edhe i dorëzon kafshë madhnisë së tij, po thjesht është bërë trend, domethënë njerëzit duken më happy kur janë fetar, familje domethënë e konsoliduar kur janë fetar, duke jashtme është ma normale të familjet që janë fetare, dhe ai nuk e bën për shkak se është i nështruar kafshë Zotit. Është rob i tij i dëgjueshëm, po e bën për përfitime domethënë të aparencës, dukjes jashtme, apo normalisht dikush për shembull edhe për ndonjë përfitim material momental atë. Like me fitu shumë lek. Po ose në rrjetet sociale më bëj interesant për shembull ose komente pozitive. Ose në i ri për ta martu në i vajzë, ose në i vajzë për ta martu në gjeltri, ose në i familje për të jushtu risku bereqeti, ose për t'ju hapësira e punës. Në rrethana të caktuara njerëzit bëhen fetar për shkak trendit. Për shembull, ka mundësi sot për shembull për shkak solidaritetit mbar kombëtar, njerëzve me Gazën, me Palestinën, dikush ndoshta mundohet të bë fetar tash me Gazën, me Palestinën, jo pse është i bindur se është kauz e drejtë, po thjesht është bërë trend, domethënë tek ketë ata që janë Free Palestine, që janë të pak kontrolluar mbi shteteve, domethënë të janë me ta. Ne insistojmë edhe këshillojmë veten fillimisht para se më fol për të që raportet tona me krijuesin tonë të ndërtojmë mbi parimin e sinqeritetit. Ti mundesh ku dush me improvizu, ku dush mundesh me ushtir, me parabul aleminit Allahut gjithëdijshëm, nuk mundesh me ushtir. Ai na një. Edhe andaj kur njerëzit kanë këto shembuj të këtyre të penduarve, domethënë si përfaqësisht penduarve për mod, për trend, jo se kanë ndje nga brenda, domethënë kanë ndje robrinë e tij ndaj Allahut, nevojën e tij për Allahun, nevojën për t'u nështruar urdhave të tij, atë kanë vënë modelin e gabuar, domethënë edhe për shembull, kinse është pendu, po ju ka kthy apet avazit kalum atë. Po ka plot se si shembull, po i shoh. Edhe tash ky gabon përsëri ku e merr shembull këtë, sepse na kemi edhe shembuj të tjerë që janë pendu sinqerisht, edhe për një me e kanë ndryshuar jetën e vet. Edhe kur ta bësh krahasimin pi një njeriu jo besimtar në njëri besimtar, po jo vetëm emën, po edhe është bë më besimtar se shumë besimtar tradicional. Ose njëri besimtar ka qenë po mëkatar, po kur është penduar ka lënë mëkatet për një me, dhe ju ka përkushtuar fesë për një me, kemi edhe shumë shembuj.
Andaj ky njeriu që thotë unë kom boshëm gjuna nuk pendona, do e para nuk e njeh Zotin as në veten e tij. Jo, këto thënë këto janë komentues të jashtë kur pendohet dikush. Po, ma dikush 100 zeza i ka bën edhe po nuk ta fal Zoti thotë. jo, po ajo është lidhet me nuk e njeh Zotin, se s'është puna e tij me gjuku Zotin. Domethënë andaj Zoti ta fal edhe nëse i bën 100 zeza. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për çdo njerëz. Kush tregon e përsin ndaj Zotit. E thot Allahu nuk ja fal filonit. Thot Allahu aty ka më afër, ty ka më shtin xhenem. Edhe nëse i ka bën 100 zeza. Është puna jote ajo. Ajo është pushteti i Allahut. Është e drejtë e tij ekskluzive. Kujt do më afal dhe kujt do mos më afal. Ka do më shtin xhenet, ka e drejtë e tij ekskluzive. Normalisht Allahu punon me drejtësi. Ama ti s'ke ditë më përzi aty në vendimin e fundit, sepse Allahu do të është i gjithdijshëm, e din se filani ndoshta është mëkatar, mirë po vjen një momentum në jetën e tij, ai bën një revolucion. Edhe ndryshohet nga kalumi i tij, këtë pendohet edhe fillon me vepra të mira, pastaj hyn në xhenet. Kështu që nuk është dorën tonë, sepse na nuk i dim këtë punë. Na për veten nuk dim çdo gjë, jo për të tjerët. Për shembull, sikur se ka thënë në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu ndodh që bën punë të mira. Na që e shohim na. Mirë po mrena është e kaltë. Jashtë, neve na duket e mirë. Derisa mes ti dhe xhenetit nuk mbetet një lër. Unë i afrohet xhenetit maksimalisht. Pastaj ndodh ajo që është e ditur te Allahu. Është çështje e caktuar te Allahu. Sa e din çka ka mrena, të kaltë, edhe din se kjo është sipërfaqësisht. Atëherë para se me dek, ja çon çesh atë që ka mrena. Edhe vdesaj në vepra të këqija, në kufër ose në moseboft ose në dyftyrsi, edhe pastaj hyn në xhenem. Edhe kundërta. Ndodh që njeriu bën mëkate. Atë shumë saqë mes tij dhe xhenemit nuk mbetet përveç se një lër. Ja afrohet xhenemit shumë. Pastaj ndodh ajo që din Allahu për të dhe ka regjistruar në librin e tij, kaderin. E pendohet te Allahu edhe bën vepra të mira derisa hyn në xhenet. Pra shkak nas duhet me marr përsipër me gjuku për askën, as për të mirën as për të keqen. Andaj na themi shpresojmë për të mirën. Edhe themi domosdoshmë kemi frikë për të keqen. Derisa nuk e ka përfunduar jetën. Kur ta përfundoj jetën i miri me të mira dhe i keqi me të këqija, do themi po, i miri do thotë e ka përfunduar me të mira dhe shpresojmë kjo me qenë shenjë e mirë e përfundimit të tij. Filoni e ka përfunduar me të keqja dhe shpresojmë që ka më qenë fund i keq për të. Dhe ndëshkimi i Allahut, domethënë mendojmë se kështu ka menduar me të. Se na nuk i dim gjitha rrethonat. Edhe andaj gabimi më i madh është me ju përzit dikujt se ti mos u pendo se kot që pendohesh nuk ka pranë Allahut, ose më thon që hey 100 zezë ka bë kot që pendohet. I përzit Allahut. As Allahut mos ju përzi, po as njerëzve në rrugën e udhëtimit tyre mos u përzi kur ai dën mu pendu. Çiri punët e tuave. Na do i kishin na punët e tjerëve kur gabojnë. Ama jo kur dën të rregullohen. E tash ka ndodh ky njeri, le që vetë është i zhytur në mëkate, tash bëhet pengesë edhe ndaj tjetrit që ka shok, e ka koleg, e ka shije, ka akraba, që ai don të pendohet. Lajmë i ri e kënaqë hala, për shembull. Edhe kjo një variant, ajo variant është, kjo variant është. Ja pri shemën ti ndoshta thotë, ka dalë se si të udhëzohesh ti mase unë me kam i bë ato budallakia. Edhe mundohet me kon pengesë, kjo është shumë gabim. Fakisht e merr rolin e shejtanit. Se shejtani është ai i cili e pengon njeriu nga nxitimin në pendim. Se Allah i madhëshëm thret në me nxitun në pendim. E shejtani është ai që e pengon nga nxitimi derisa ata largohet tërësisht nga pendimi. E njerëzit e caktuar në këtë jetë le që nuk ndihmojnë në procesin e udhëzimit, por shpesh janë pengesa reale që dikush të pendohet. Andaj na i kemi thonë besimtarëve vazhdimisht nga ajo që na mëson neve feja islame, shife me karin, shife ka e ke shok. Se shoku i mirë ngrej, edhe shoku i keq ngrej. Po i miri ngrej ka e mira, i keqi ngrej ka e keqa. Sikur se ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokun e mirë, shokun e keq. Shoku i mirë është sikur se ai shitsi i parfymit. Nëse nuk jep dhurat në parfym, spaku kur shkosh te ai ki me nuhat aromë të këndshme. Shoku keq është sikur se farkëtari. Nëse s'ti gjek rrobat me ato gacat që domethënë e nxeh hekurin për ta zbut, spaku do të nuhatish erë të keq aty. E pra çka themi na, shive ka ki shok sepse shoqënia ka më ndikuar te ti. Asnjëherë mos u bën si ato gratë e këqija përpara që kanë net na për balkone.
apo te dera e shtëpisë edhe kanë komentuar kalimtar, domethënë të i përqeshur ose të përbusit. Normalisht sot nuk kemi kësi fenomene, po i kemi rrjetet sociale apo storyt e WhatsApp-ave që do thotë i komentojnë njerëzit duke e bërë njëjtën situatë, domethënë po tash në mënyrë pak më të avancuar, po fatkeqësisht me negativitet. Na duhet me qenë vazhdimisht ata që tregojnë madhninë e Zotit, dijen e tij të madhe, dhuntit e tij të shumta, fuqinë e tij pa diskutueshme, normalisht gëzimin dhe hidhrimin e tij me robët e vet. Që me nxit njerëzit, me shtu punët e mira, me paksu të këqijat dhe vazhdimisht me tregu për uljen e tij ndaj Allahut dhul xhelal dhe insistimin që me qenë rob i ndëgjueshëm i Zotit. Dhe kundërta domethënë, gjithashtu më mësu njerëzit mos më marr me të tjerët. Nëse kimi ja thoni fjalë të mirë, thuja, s'kimi thon mos i thuj. Edhe me nxit njerëzit ka e mira se mundesh, po nëse mundesh mos i pengon nga e mira. Ose Zoti mos i nxit nga e keqja, se po ndryshë ti bosh ortak në mëkatin e tij. Bosh ortak, bolli që mëkat ty plus ti mash edhe ati bëhen shumë, e nuk mundesh me shpëtu kur në këtë formë se i qasësh jetës tonë.